Çfarë po ndodh me Zvërnecin, plazhin e Zvërnecit, Vlorën dhe projektin i cili prej 2 vitesh e gjysmë është në qendër të vëmendjes dhe diskutimit nëpër Shqipëri, por që sfundmi është bërë viral për arsye të protestës së djeshme dhe sidomos sjelljes krejtësisht jashtë, domethënë në shkelje të ligjit dhe krejtësisht të papranueshme dhe të patolerueshme të rojeve të sigurisë për çudinë e madhe në prani të policisë së shtetit. Dje postova një video në rrjetet sociale sepse me këtë çështje jam marrë jo sot, por prej shumë kohësh. Do doja ta përmbledh edhe një herë pak a shumë duke riforcuar edhe qëndrimin tim dhe duke sqaruar pak a shumë informacionet që unë di për këtë çështje. Natyrisht që çështje të tilla janë çështje sensitive, të cilat nuk lidhen vetëm me reagimin e një numri personash apo një numri tjetër, po vendosin balans shumë gjëra. E para njerë po bëj një bilans të gjitha gjërave. Ditën e enjte, me të kthyer çështja në qendër të vëmendjes, jam marrë gjatë gjithë ditës për të sjell palët për të bërë një debat për këtë çështje. Ishte gati e pamundur. Kështu që u detyrova që t'ju kërkoja palëve me shkrim të më jepnin pretendimet e tyre. Mora pretendimet e palës që përfaqëson pronarët dhe zhvilluesit e pronës, mora pretendimet e palës që e konteston kryesisht ekologjistët të cilët pretendojnë që ndërtimi në zonën e Zvërnecit mund të prish ekosistemin, biodiversitetin e tjerë, dhe i kërkova dhe qeverisë shqiptare që të dërgonte një ministër që t'i përgjigjej pyetjeve bazike. E gjithë ky diskutim nisi mbasi pjesa e zonës Nartës dhe Zvërnecit u rrethua me tela, një pjesë edhe me tela me gjemba, në një sipërfaqe që pretendohet që është sipërfaqja private. E gjithë kjo gjë ngjalli diskutime për arsye se pretendohet që ishte mbyllur dhe bregu nuk mund të mbyllet, nuk mund bllokohet, nuk tolerohet sepse ti mund ndërtosh çdo gjë, po bregun duhet ta lësh të lirë, mund ta marrësh më pas me qira për ta zhvilluar, por gjithsesi aksesin e njerëzve nuk mund ta ndalosh kurrë dhe të drejtën e një personi që të vendos çadrën ku të dojë ai nuk mund ta ndalojë asgjë. Kushdo qoftë investitori dhe çfarë lloj investimi qoftë. Për rreth 40 minuta i kam nxjerr pretendimet e investitorëve dhe pronarëve, pretendimet e kontestuesve të projektit dhe kam marrë dhe qëndrimin e qeverisë, e cila erdhi në nivelin e një agjencie që merret me lejen, që konfirmoi që ka dhënë leje për zhvillim dhe leje për rrethim, por jo në nivelin politik. Sepse ky është një vendim politik. Tani po i kthehem çështjes edhe një herë për protestën. Është e patolerueshme që ti në mes të një proteste të tërheqësh zvarr një qytetar që po proteston apo të marrësh një qytetar që po proteston. Natyrisht që protesta kanë gjithë botën, natyrisht që njerëzit kanë të drejtën e tyre legjitime të protestojnë për çdo gjë që e mendojnë që nuk ju pëlqen apo që nuk është në përputhje me standardet. Ka njerëz që protestojnë dhe një vetëm dhe i respektohet e drejta e protestës. Natyrisht është e patolerueshme që një grup që quhej Security private të sillej sikur shtet mbi shtetin dhe të mos respektojë as qëndrimin e policisë. Është absolutisht flagrante dhe e patolerueshme. Nga ana tjetër, duhet kemi parasysh që projekti i Zvërnecit nuk është projekt që ka lindur sot. Për projektin e Zvërnecit 2 vjet më parë dhe mund ta kontrolloni, e kam postuar edhe në profilin tim në Instagram, është edhe në YouTube. Unë kam pyetur Edi Ramën në 21 mars të vitit 2024, 2 vjet përpara. 2 vjet 2 muaj përpara. Dhe Edi Rama ka thënë po, ne do ta bëjmë këtë projekt. Muaj përpara kësaj kishte shprehur interesin Jared Kushner, Ivanka Trump dhe disa investitorë nga Katari. Mbas shprehjes tyre të interesit, në fakt interesi ishte shprehur fillimisht për Sazanin dhe më pas për Zvërnecin. Unë kam intervistuar një nga zhvilluesit, Asher Abhesar, nuk e mbaj mend emrin, edhe intervista e tij është në YouTube. Ai e ka thënë qartë që duan të zhvillojnë Sazanin, duan të zhvillojnë dhe Zvërnecin. Kanë nxjerrë dhe një sër fotografisht, cilat me sa kuptova pas nuk janë faktike sepse pritet, pra nuk janë ato që duhet të jenë në projekt sepse pritet që projekti të rishikohet. I kam intervistuar të tre. Kam intervistuar edhe kontestues të projektit në nivel politik, sepse kjo ka qenë gjëja. Deri këtu është një histori e njohur. Ivanka Trump ka ardhur 3 herë në Shqipëri që nga ajo kohë. Herën e fundit në janar të gjithë mediat e përcollëm kur shkoi në pyllin e sodës, në zonën e Zvërnecit, binte dhe shi, u tregua se ku do ndërtohej, pra edhe në atë kohë i njëjti projekt ishte.
akoma më herët, në fillim të 2020-s, po në të njëjtën zonë u dha leje për ndërtuar aeroportin e Vlorës. Nëse ka një dëmtim të pjesës po e quaj të ekosistemit, biodiversitetit dhe të natyrës, është padyshim aeroporti i Vlorës, sepse ti nuk mund të flasësh për Flamengo që rri në të njëjtin vend ku fluturojnë avionët. E kam bërë dhe këtë pyetje mbas reagimeve të Bashkimit Evropian dhe përgjigjja ka qenë që ne do ta zhvillojmë këtë zonë aeroporti i Vlorës është i rëndësishëm. Është përgjigje zyrtare. Tani rikthehem tek palët e përfshira. Pronarët e tokës, unë nuk i njoh kush janë dhe nuk e di eksaktësisht kush janë. Pash tani që një pronar tokë vjen, pra janë blerë nga Katari, nuk e di kush kanë qenë pronarët e pashëm të tokës. Di që aty përmenden shumë emra, përmenden shumë persona me probleme apo pa probleme. Një gjë është, unë kërkova nga hipotekat të më thonë nëse toka ka pronar dhe përgjigja është po, 100% pronar privat. Pra ky është reagimi i hipotekës. A ka drejt një pronar privat të zhvilloj pronën e tij? Po, në mënyrë absolute. Sepse është legjitime që të kërkoj të zhvilloj dhe të nxjerrë një përfitim ekonomik nga prona e tij. Dalim te investitorët. Investitorët janë me emër, mbi emër dhe me fytyrë. Jared Kushner, Ivanka Trump dhe dy vëllezër Ramiz dhe Muntaz Al Kayani, më duket Kayani o Kayan, nuk e di, nga Katari. Të katër kanë ardhur në Shqipëri, kanë deklaruar që do të bëjnë këtë investim, kanë deklaruar në mediat ndërkombëtare që do ta bëjnë këtë investim. Ivanka Trump ka thënë që ne kemi dhe një ishull në Shqipëri. Merrni, futuni në Google, e ka deklaruar këtë 2 vjet më parë, kemi një ishull që do ta zhvillojmë në Shqipëri. Me kalimin e kohës, nuk e di për çfarë arsye, këtu nuk kam informacion, Sazani duket se ka rënë si projekt, pra nuk më rezulton që të jetë një projekt që ata e kanë në zhvillim e sipër dhe janë fokusuar te Zvërneci. Te Sazani çështja do ishte më e komplikuar sepse është tokë shtetërore dhe duhet kishe një marrëveshje me qeverinë për tu dhënë, siç ka ndodhur për shumë me portin e Durrësit. Kurse Zvërneci ishte pronë private dhe në parim ishte më e thjeshtë. Është drejta legjitime çdo pronari të kërkojë të zhvillojë tokën e tij, është drejta legjitime çdo investitori të investojë për të nxjerrë fitime, dhe është drejta legjitime çdo qytetari të protestojë për të mbrojtur ambientin, biodiversitetin, natyrën apo për të mos lejuar një investim. Të treja këto janë legjitime. Kush është rregullatori i trejave bashkë? Rregullatori është qeveria. Qeveria merr një vendim nëse ky investim duhet bërë apo nuk duhet bërë, nëse është një investim që sjell përfitime për Shqipërinë apo nuk sjell përfitime për Shqipërinë. Këtë gjë e keni në një raport, po themi, kryesisht politik, sepse janë dy gjëra. Një është pjesa teknike, shikimi i projektit, a duhet të jetë përputhje apo jo. Një parë dhe kryesor është vendimi politik. Duam ta bëjmë këtë investim apo jo? A i vlen ky investim Shqipërisë apo nuk i vlen? Çfarë përfiton Shqipëria nga ky investim? Përtej kësaj, nëse ky investim është dhe në një zonë të mbrojtur, e cila është cënuar me aeroportin, duhet të bëhet apo s'duhet bëhet? A duhet të ruajmë më shumë natyrën apo jo? Të gjitha këto janë vendime të qeverisë. Që prej 2 vjetësh, kryeministri ka deklaruar që po, ne do ta bëjmë këtë projekt. E kam pyetur unë 2 herë në studio. Të 2 herët më ka thënë të njëjtën gjë. Nuk ka pasur asnjë reagim, as në nivel politik, asnjë forcë politike e madhe, pra flas që ka numrat kryesorë, nuk ka dalë kundër projektit, nisur o nga shifrat e mëdha ose nga fuqia politike e Jared Kushner. Tani, deri më sot protestohet te pronarët, protestohet me emrat e zhvilluesve, protestohet aty dhe një pyetje kam, pse nuk protestohet tek qeveria? Pse nuk dhan një votë e cila të detyronte pra Ramën që të mos ta merrte këtë vendim, se vendimi politik merret kur ti ke vota. Dhe në 2025 në Rama ka dalë me këtë projekt në Vlorë. Ajo që po ju them është që projekti nuk doli sot, në momentin që shfaqen telat. Projekti është aty prej 2 vite e gjysmë dhe askush nuk ka dalë ta kontestoj, ta diskutoj, dali kundër, ka dalë, ka pasur zëra, pa diskutim, po flas në këto përmasa. Dhe asnjë parti politike deri tani nuk ka dalë kundër, flas partitë e mëdha politike, projektit. Pra, ajo që po ju them është që projekti ka qenë aty, projektin e vendos qeveria. Nëse duhet protestuar dhe nëse duhet kërkuar diçka, kjo në mënyrë absolute i kërkohet vetëm qeverisë.